Shiko, dyshimi mes trishtimit, mes zis, mes... Trishtimi është më i bukur, se unë e qy gjithmonë trishtimin poetik. Ti e përjeton kështu trishtimin? Trishtimin e qy poetik, është trishtimi i bukur. Van Gogh thot trishtimi është diçka që zgjat gjithmonë. Sepse ti ke lindur bashkë me vdekjen, e kemi brenda, po kemi lindur, një ditë do ikim. Dhe gjatë gjithë ikjes tonë, ne humbasim njerëz, ose humbasim dhe ëndra. Do me thënë, sa më shumë rritemi, humbasim dhe ëndra, humbasim dhe njerëz. Sa do të suksesshëm t'jemi. Pse dhe njerëzit më të suksesshëm botës i kthejnë gjërave më të vockla, elementeve më të vogla. Një takim i dashuror. Dhe thot, bëra gjithë të madhe, po ajo që më ngeli ishte një takim, ajo që tregova unë, me ato pucët me balë. Shiko, unë mendoj që është mentalitet. Ti di ta përpunosh në mënyrën tënde gjën dhe unë për këtë jam e bindur, sepse s'është herë e parë që bisedojmë bashkë, ti të mbush me optimizëm, ti dhe gjën më të rëndë e sjell të thash shumë natyrshëm. Por kujtimet e Latifit janë aty. Ti e gatshme të dashurosh prap të kesh një njeri, një burr në jetën tënde, nëse do doje ta kisha. Edhe nëse e takon ti kë që ndodh kreshi. Shiko, unë e kam thënë gjithmonë, dhe mund ta kem thënë dhe shumë shpejt, edhe mbasi kishte ndodhur, kjo gjë që i ndodhi Latifit, që njeriu kur është i hapur për dashuri është gjithmonë. Nuk mundet të jetë, pra gjithë jetën e ke kaluar, që ti je njeri i hapur për gjërat e bukura, për dashurinë dhe për gjithçka tjetër. Kështu që as kapse çuditet as kërkush me mua, nëse është një gjë që unë dua të kem partner, apo duhet të kem një mik special me cilën të kaloj një fundjavë. Kjo është një gjë që nuk përbën, as ka përbërë ndonjëherë problem për mua. Dhe edhe në kohën e humbjes, unë asnjëherë nuk kam thënë që, ose me veten time, se nuk kam nevojë t'ia them tjerëve, me veten time që këtu mbyll jeta ime. Nuk, edhe kur bisedonim me njëri tjetrin, ndonjëherë duke provokimi hapur, kur unë thoja që asnjëherë nuk e dim se si do mbyllet filmi i jetës sonë, se kemi një jetë që është si ata filmat me nivel të lartë, jo si ato filmat telenovelat që ti ja di fundin. Dhe kur e ke në këtë nivel jetën tënde, ti nuk ja di asnjëherë fundin. E kuptoj. Shumë vjet karrierë, ti je një grua e suksesshme, ti të thash se tani bëhesh gati panajiri i librit, vjen me poemën e mungesës që do ta botosh në shtëpinë. Po, do ta botoj meqense kemi edhe 25 vjetorin e shtëpisë votuese dhe dua ta përmbledh, ta përmbyll atë. Ta përmbyllësh tu sepse ti shpeshherë eksperimenton, ke botuar në shtëpi të tjera. Botuar me Toenën dhe me Nufrin, që i vlerësoj shumë si shtëpi votuese. E qartë, dhe dua të them që ke një karrierë shumë të mirë dhe shpeshherë gratë e suksesshme shikohen si që kanë më të lehtë për të përballuar gjithë gjërat. E kupton? Shpeshherë ne nuk kemi halle, nuk kemi probleme, ne kemi jetën të shtruar, dikush i bën gjithë punët për ne. Të ndjek kjo ty? Që të gjitha, do të thënë ne kemi një 100 veta mbrapa që ne vetëm rrim, të tjerët mund të punojnë. Ka dhe njerëz në ekstrem që e mendojnë këtë që do të thënë ti për ty punojnë ja 40 veta dhe ti vetëm rri, do të thënë sot ditë lexon, shpleton. Se po e them në këtë mënyrë groteske. Mënyrë groteske. Po çfarë ndodh me një grua? E kam ndier këtë lloj paragjykimi, dhe sidomos e kam ndier kur ke arritur një lloj niveli dhe një pjesë e njerëzve, jo një pjesë, por shumica nuk e di. Vetëm një pjesë e njerëzve e din se si e ke mbritur. Dhe ata e di sa më preken se thonë, të kujtoj kur sapo kisha hapur shtëpinë botuese me biçikletë. Më binin ato, mbaja një kuti, se bëja edhe shpërndarsin, bëja edhe redaktorin, bëja gjithçka, edhe botuesen, e gjitha. S'kisha lejtë paguaja dikë. Dhe kisha dhe aftësinë dhe shkruja dhe vetë, edhe i bëja gjitha. Po pra të bëja dhe pasaj mezi u bëj një makinë, e cila mezi lëviste, ajo makina, sa e mësova me kamjo, si quhet. Manuale. Po. Që me marshin e parë të dytë po me të gjitha ato, kështu që mendo tani përplasu këti, edhe ai thotë që ti e ke kollaj. Dakor. S'kisha lek, kam dot një herë që edhe për të blerë një sanduiç.
Tash, jo se s'do gjeja 100 lekë se kisha njerëz të mitë, po thash, jo nuk do ta ha, që ta kujtoj këtë ditë, që unë sot s'kam as 100 lekë. Se nesër me normal erdhen, u shit diçka erdhen ato lekë. Po e bëra me qëllim për t'i tregu vetes ore njeriu më të ri edhe pa ngrënë një sanduiç gjithë ditën. E kuptoj. Pra, e kupton? Ti je një grua e ekstremeve. Sepse njerëzit tamam mendojnë që ti i ke arritur pa këtë luftë. Dakor, dhe ti je një grua që nga ky ekstrem shkon në këtë ekstrem, sot je një zonjë e kompletuar me të gjitha. Si përballon një grua e suksesshme sfidat? Për gjithë ata që paragjykojnë, pra se e dëgjuan këtë historinë tënde, po prap do të ketë paragjykuar. Po patjetër, se kështu thon këto tani, po kështu thoni ju, është shumë e vërtetë. E dilni aty dhe na thoni dhe nga këto. Po, dhe na tregoni dhe na shisni dhe mend, po. Ata që mua më vjen në mendje Fajkonica thot janë ata buzhollët. Po. E ke qartë edhe vërtet gjithmonë mbas kamerës ka ca buzholl që për çdo gjë që ne bëjmë thonë këto po. Mëse ka dhe pas, domethënë. Tani si kalon vërtet një grua e suksesshme, e fortë sfidat, të cilat të zerojnë dhe të bëjnë njësoj me çdo grua në glob. Sfidat më kryesore në quaj ato që kam me njerëzit rreth e qark meje, me vajzën time, me familjen, me këto kritikat njerë që i kam rreth e qark, me njerëzit që më duan. Po. Edhe gjithmonë, po i përballove këto, ke përballu gjithë botën. Me njerëzit në punë që kanë kritikat e veta dhe që ti mundohesh të gjesh situash ato ekuilibrat, sepse për të bërë diçka mirë do lësh diçka tjetër pa e bërë si duhet. Dhe këto janë sfidat e jetës që quhen të jetës së përditshme. Ose për shembull ke bërë një debat me vajzën sepse i thu po prit një herë, prit, sepse edhe unë mundet të kem nevojë atë që ja bën ta zëmbabit tënd, se thua gjuna për diçka. Dakor, po dhe unë jam dhe unë çik gjuna për diçka. Sepse ka një mikeshën time që ajo ka djem. Thot, është e habitshme, thot, ne mamat e forta, fëmijët, gjithmonë për ne do na shajnë, do na gjejnë të meta, ndërsa për shembull nëse baballarët janë burra më të qetë dhe nuk janë si thosh të fortë fare, ata ja se babi, ja se do përgdel babin ose do bëj këtë, jo pse kështu. Dhe gjithmonë dalim neve, dalim ne të fortat, rini aty ju se ju e përballoni vetë jetën. Pra prandaj thash me njerëzit e shtëpisë, sa edhe nuk të pyesin se nga që ti mua kisha shumë herë që njerëzit më të afërt mi as më pyesin Rita si po e përballon humbjen e Latif. Jo se nuk ishin aty me mua, po nuk pyesnin. Edhe unë si duket nuk flisi, edhe s'më pyeste asnjëri. Po se nuk reflekton topsi. Nuk je viktimizuar ndonjëherë në jetë? Po se pikërisht se nuk kam bërë këtë gjë. Dhe kjo mund të jetë gatim. Po të mungonte apo s'të vinte natyrshëm të viktimizohesh? Jo, s'më natyrshëm. Mua gjithmonë kanë dashur në televizor të bëj për të qarë dhe nuk më kanë bërë. Sepse jo se s'më mbushen, më mbushen ndonjëherë syt. Që as vetë nuk e kuptoj pse më mbushen. Ti e ke qarë ndonjëherë Latifin në vetmin tënde? Mbasi durova lajmin e gjithave, kur kam qenë në shtëpi, aty kam shpërthyer dhe kam shpërthyer jashtëzakonisht shumë keq. As e kisha dëgjuar veten time të qaja në atë mënyrë dhe me zë. Mbasi e mora vesh. Kjo ka qenë edhe pasaj janë mallëngjime, nuk kanë lidhje pasaj me qarë, me vetminë, me Nëse do kisha një mundësi të takoje, t'i thoje një gjë, çfarë do t'i thoje? E she, dhe ata gjithë natë, e she, ja dola pa ty, edhe jemi shumë mirë, ja dolëm bashkë me djalin tënë, se gjithmonë kishte ato dyshimet e prindit që juve, po mos jem unë, nuk do funksionoj biznesi e gjithë gjërat, sepse na quante më poetik ne, që nuk i do i bënim gjërat si duhet, si ai babai i madh, të njëjtën gjë kam pas edhe me babain tim, ati i madh, është ajo, shiko, sado gruaja e lirë thjesht unë jam mësuar me idenë e një ati të madh, me idenë e një burri të fortë, që edhe kjo ide ma ka bërë jetën të bukur, Nuk jam shumë feministe që të them që s'kemi nevojë për burra. E qartë. Pra ti do t'i thuash e unë ja dola. Ja dolëm dhe pa ty. Do t'i shkosh? Është një natë, është një natë i bukur. E qartë, e kuptoj. Është një natë i bukur, pastaj do i them. Është një mall që nuk shuhet kurrë. Mall, jo? Që s'shuhet kurrë. Më the që nuk i ke shkuar asnjëherë në... Ja.
nuk e fuqi të shkosh apo çfarë? Jo, nuk e kam nga fuqi, nuk e konceptoj dot. Nuk e konceptoj atje dot. Do t'i shkosh ndonjëherë? Ke Nuk them menduar? kur, nuk them kur. Kur të më vi, nëse më vjen. Lule i ke çuar? Jo, pra jo Fare, asgjë. fare. Jo, se ato kanë një zakon, për shkak të fesë që i mbajnë shumë bukur, varet të pastra fare. E qartë. Në I bëjnë Maqedoni. bukur, po. Në Maqedoni e Veriut. I bëjnë shumë bukur. Në Do foto me të një ose kanë kështu, e mu ke përqenë iden, e ke në iden qetësim se ku si është e në gjithë atë është shumë poetike, E, vendi kuptoj. ku është, sepse kanë qenë njerëzit e qartë. mi, po unë jo. Në ndëresha? Është shumë rrallë. Po që gjithë kohën është me mua, në punë, në çdo gjë tjetër. E shan ndonjëherë për ndonjë gjë? Po, do të thënë që jo se ti e ke mendu keq, se ne po e bëjmë ndryshe nga ty. E shan ndonjëherë që iku? Pse ike? Për të ikurën. Ja, nuk jam të ajo kategori grashit qaj atë që ikën. Absolutisht.